Në kuadër të ditës botërore të shëndetit mendor, shefi departamentit të psikiatrisë në Spitalin Isa Grezda në Gjakov, Dr. Zef Komani, theksoi se shenjat e para të çrregullimeve mendore janë tërheqja sociale, mungesa e komunikimit, çrregullimet e gjumit, por edhe të tjera, ku sipas Dr. Komanit është shumë e rëndësishme që këto shenja të vërehen herët nga prindërit, arsimtarët, por edhe shoqëria. Shenjat e para janë shqetësime të ndryshme, tërheqja sociale, mungesa e komunikimit, pastaj në çrregullimet e gjumit, ku kemi zvogëlim të kohës së gjumit, apo gjumë të tepruar, zgjim të herpashershme gjatë natës, humbje oreksi, humbje interesit për aktivitetet seksuale, dështimin punë, dështimin shkollë, shenja ka mjaft. Mirë po fatkeqësisht nuk i përcjellim. Këto duhet i përcjellin së pari prind, pastaj arsimtarët edhe kuptohet të gjithë shoqëria. Ai shtoi se nëse nuk kërkohet ndihmë profesionale në kohë, gjendja mund të përkeqësohet dhe të kalojë në forma më të rënda. Po stresi faktikisht i përcjell çdo kohë. Problematika është që të menaxhohet, për arsye se duhet të kemi trajnime të veçanta si të menaxhohet stresi. Mirë po më rëndësi është që të zbulohet sa më parë që dikush e ka një problem, e ka një stres, e ka një çrregullim sa do të vogël të shëndetit mendor, në mënyrë që të kërkohet sa më para ndihma e profesionistëve të shëndetit mendor, për arsye se nëse nuk eliminohet që nga fillimi, atë vetëm sa shkon duke u thellu edhe kalon në një gjendje shumë të rëndë. Dr. Komani shtoi se nëse zbulohen në kohë, çrregullimet e shëndetit mendor mund të trajtohen me sukses përmes terapisë medikamentoze dhe psikoterapisë. Sa i përket rujtjes së ekuilibrit emocional në këtë kohë është mjaft e vështirë. Për shkak të rrethonave politike, gjeostrategjike të krejt botës, Evropës, duke u nisë nga luftat që ekzistojnë, pastaj si dhe gjendjes politike dhe ekonomike në Kosovë. Mirë po, parandalimi është mjaft i vështirë, për arsye se situata është e tillë që njerëzit mund të kenë probleme të ndryshme. Ndërsa duhet sa më herët që të kërkohet ndihma mjekësore tek profesionistët e shëndetit mendor dhe kuptohet me terapi medikamentoze dhe psikoterapi do të eliminohet çrregullimi i shëndetit mendor. Zbulimi i hershëm dhe trajtimi i stresit dhe çrregullimeve të shëndetit mendor është thelbësor për të parandaluar përkeqësimin e gjendjes dhe për të siguruar mirëqenie psikologjike te çdo individ.